Revoltohet keq Erion Braçe, kjo nuk është policia bashkiake që na duhet, i vendosin qytetarit 200.000 lek gjop se krasiti pemët e veta. Përmes një reagimi në llogarinë e tij personale në Facebook, deputeti i Partisë Socialiste Erion Braçe ka denoncuar policin bashkiake e cila sipas tij ka vendosur një qytetari një gjop pa të drejtë. Sipas deputetit, gjoba e majme prej 200.000 lekësh i është vënë një burri të moshuar pasi ka krasitur pemët që ai veti ka mbjell në ambientin paradritares së tij në një pallat tek Trekëndshi 1 Majt. Sipas deputetit, Sabriu i moshuari i gjobitur ka 4 muaj që po kërkon të drejtën e tij, por nuk po mundet. Ja dhe postimi plot i Braçes. Kjo nuk është policia bashkiake që na duhet. Dje ju thash që kur i do policin e gjitha llojeve nuk i gjen kurrë, por ama për të bërë dëm në komunitet i gjen gjithnjë. Tek Trekëndshi 1 Majt më përplasën në fytyrë këtë gjop. 20.000 lek, do me thënë 200.000 lek, troç 200 euro. Gjoba thot për shkulje, prerje pemësh, shkuresh e të tjerë. Një burr i moshuar Sabriu, që ka shtëpi në katë par, i ka mbjell vetë edhe ullinj dhe pemët e tjera dhe shkuret të harlisura e në periudhën e duhur i ka krasitur siç bën mu. Pra, i ka mirëmbajtur siç i mirëmban për ditë. I vun këtë gjop, ka 4 muaj që plas të gjej të drejtën e tij, por se gjen kërkund. Ndaj, jo çdo lloj ignoranti merr vesh nga kjo punë. Krasitja e pemëve të tua nuk është shkelje ligji. Tani mezi pres që polici radhës i policisë bashkiake të hyj këtu e të më thotë ti gënjen.